Duhet të ketë qenë një ditë dimri në fillim të vitit 1948, kur juristi dhe patrioti Daut Elezi u pushkatua në fshetësi të plot dhe u varros po ashtu në një vend sekret që nuk u mësua kurrë nga familja. Data e saktë e pushkatimit të tij ende nuk dihet nga familjarët. Misteri i kësaj ngjarje që zgjati mbi gjysmë shekulli ka nisur të zbulohet pak nga pak vitet e fundit. Arkivat ofrojnë detaje të reja mbi arrestimin dhe gjykimin e tij, mbi karrierën e tij si jurist dhe si shtetar, por ende një mister rrivarur në këtë histori, fundi i jetës së tij, si dhe ku u pushkatua, cilat qenë fjalët e tij të fundit, ku u varros ai dhe pse persekutimi vijoi i ashpër mbi gjithë familjen e tij deri ditën e fundit të diktaturës. Kanë kaluar pothuajse 77 vjet nga pushkatimi, por familja e Daut Elezit, pavarësisht përpjekjeve, ende nuk i ka gjetur eshtrat e tij. Misteri i vrasjes dhe i zhdukjes së eshtrave të tij ka trazuar për dekada me radhë jetën e gjithë familjarëve. Ai ishte një nga intelektualët e rinj shqiptar të viteve 30, të arsimuar në Perëndim që ju ndërprej jeta mizërisht me vendosjen e regjimit komunist. Ai punoi në administratën shtetërore para dhe gjatë luftës së dytë botërore, për ta mbyllur këtë karrierë në Gjilan si kryebashkiak atje. U kthye në Shqipëri në fund të luftës, me idenë se nuk kishte përse të kishte frikë, kur nuk kishte bërë asgjë të keqe, por komunistët e kishin gati planin e eliminimit të tij. Familja nuk e pa më që nga dita kur erdhën të arrestonin në shtëpi dhe nuk e mësoi se çfarë ndodhi me të. Edhe sot kanë dyshime nëse është ekzekutuar pas vendimit të gjyqit apo që më parë. 5 fëmijë nga 2 martesa, bashkëshortja në mes të 20-tave, vëllai që kishte lënë Normalen Elbasanit dhe ishte bashkuar Luftës Nacionale Çlirimtare, e motra që veshi rrobat e zeza që në fillim të 30-tave dhe nuk i hoqi më kurrë, jetuan me brengën për njeriu e dashur të humbur për gjithmonë. Familja e tij përjetoi konfiskimin e të gjitha pasurive të luajshme dhe të paluajshme, persekucionin dhe mbi të gjitha, ironike është edhe pagimi i shpenzimeve të gjyqit dhe humbjet e dritave elektorale. Si mund t'i heqësh të drejtat elektorale një personi që po e pushkaton? Çfarë ndodhi me njëri që u zhduk në ato rrethana, ju mor jeta dhe nuk dim asgjë, si është e mundur kështu të harrojmë në këtë mënyrë, domethënë, se dënimi më i madh që është bërë është harresa, mendoj unë. Jo vetëm pushkatimi. Vdekja e gjyshit tonë që e zezë dhe e errët prej 77 viteve. Domethënë, është një pishmallik i shumë brezave. Dhe sot e kësaj dite, dëshira jonë është që mami, daja të kenë qetësinë, ne pinjollët e tij, të paktën t'i japim vlerësimin e duhur, të zbardhim pak a shumë në bazë atyre dosjeve që lexojmë që pas ka patur gjëra të mira dhe nuk ka pranuar asgjë nga ato që kanë qenë në gjyqin që i është bërë. Dokumentet e dosjes hetimore gjyqësore zbulojnë mjaft detaje, sidomos rreth mbrojtjes që Daut Elezi ka bërë vetes në sallën e gjyqit, por zbulojnë gjithashtu edhe disa detaje që nuk përkojnë dhe bëjnë që të ngrihen hije dyshimi edhe sot. Studiuesi Jonel Hibo thot se këto detaje në shkresa të zyrtare duhen trajtuar me kujdes. Një vendim për pushkatimin e tij dhe për vrasjen e tij mungon në dosjen hetimore gjyqësore. Mungon. Vetë familja e tij nuk u ka një datë konkrete kur ai ka vdekur. Sepse vendimi për vrasjen e tij mungon në dosjen. Pavarësisht se është ka qenë një nga detyrimet ligjore ku personi që drejtonte tokën e pushkatimit të raportonte dhe ky raport të përfshihej në dosjen hetimore gjyqësore, ka shumë raste të tilla, mungon.
ose mungon ose për arsye të ndryshme duhet të mungoj. Një nga dyshimet e mia që më bën të dyshoj është që fiks në momentin kur ka dalë vendimi i gjykatës së lartë ushtarake, fiks ka dalë edhe vendimi për konfiskimin e pasurisë së tij. Jam në më dyshë nëse vërtet ai ka qenë ka qenë duke shpresuar që gjykata e lartë ushtarake të mos e dënonte këtë person. Ishte skenari i përgatitur për çfarë do gjë, sepse në çdo hap është marrë një kronologji shumë të shkurtër kohore, dhe mbi të gjitha, çfarë është më e rëndësishme, është marrë në një periudhë shumë të shkurtër kohore dhe duket sikur është planifikuar çdo gjë me detaj për ndëshkimin e këtij personi. Në fillim si mik i Shefqet Vellacit dhe pastaj si mik i Hamit Matjanit. Pa pasur ndonjë provë konkrete në lidhje me ndëshkimin e tij. Rrethanat e vdekjes së Daut Elezit janë krejt të errta edhe sot e kësaj dite, pavarësisht se ndër dekada familjarët kanë kërkuar dhe kanë pyetur kudo ku kanë menduar se do të gjejnë informacion, pak gjëra kanë zbuluar rreth misterit të ditëve të fundit të jetës së tij. Mbesa e tij, Klodiana, sjell disa kujtime rreth ditëve të fundit të gjyshit të saj dhe përjetimeve të familjarëve që ka mësuar ndër vite në familjen e saj, teksa flitej gjithmonë me droj dhe me frikë. Deri vonë nuk e kemi ditur të saktë, domethënë ka qenë i varur apo i pushkatuar apo i vdekur në tortura apo çfarë ndodhi me këtë njeri. Kjo ka qenë enigma më e madhe. Sigurisht e kanë ndjekur, kanë shkuar për ta parë, siç thash gjyshi im ka qenë i martuar më parë dhe ka pasur një djalë, dajën tim, dajën e madh Mustafain, që ka qenë rreth 16-17 vjeç, që ata e konsideronin i madh, se këta tjerë ishin shumë vegjël. Edhe shkonte me nënën atje, me gjyshen tim, për t'i çuar ushqime. Këto janë pasaj detaje që janë shumë të trishta, që kalojnë përtej, domethënë njerëzores, që ata për shembull hanin ushqimet e gjyshit mbasi ai kish vdekur për një periudhë të gjatë. Edhe dikujt i erdhi keq dhe i thotë dajës time të req minjanë duke menduar që ai është burr, siç është mentaliteti. Që o daj, hajde pak këtu se mos e mundoni më nënën nusen se ajo sa i ka ndruar jetë, ka kohë, mos sillni më ushqime, do të thënë. Kjo është një gjë shumë e trishtueshme ta mendosh që njerëzit e tu, se fundja kush kanë qenë ata që i kanë bërë këto gjëra, janë njerëzit po tanët, po shqiptarët, po ata që kanë jetuar në atë kohë aty. Gjatë ditëve që mbahej në burg, Daut Elezi ka përjetuar tortura të tmerrshme fizike. Familjarët e tij e kanë mësuar këtë fakt përmes ndërresave të gjakosura që merrnin në kohën që i çonin ndërresat e lara. Gjëja tjetër që di është që kur sillte rrobat, sigurisht që ishin me gjaket, gjitha bashk. Por kur i kthente mbrapsh, i hiqte gjitha pullat. Edhe merrte një fije siç duket nga fundi i bluzës dhe i mblidhte pullat bashk, i lidhte dhe i vinte brenda bluzës, palosur. Domethënë jo që kishin humbur ose ishin hequr rastisht. Mendojmë ne se kjo ka qenë një shenjë që ndoshta ka dashur të na japë, thotë që do më heqin kokën, se i hiqte gjithmonë gjitha pullat. Nuk e dim, nuk e takuam, nuk na e tha. Po kjo ka ndodhur. Nga ato ditë të tmerrshme izolimi, Dauti mundi t'i dërgojë një relike familjes së tij përmes një të burgosuri aty në burg, dhe fati deshi që ai amaneti i tij të mbërrinte në familje. Kur e kanë shoqëruar për mbanjo, siç e shoqëronin me policë, më sa duket, dikush e ka njohur sepse ka qenë një influencë në zonën e tij sigurisht. Më fal, gjyshi im e ka njohur, sepse ai se ka njohur gjyshin tim, duke qenë se ishte transformuar me mjekër, me sa thonë, domethënë ishte transformuar komplet. Nuk e ka njohur dhe gjyshi im e ka thënë, nuk po më njeh. Dhe pastaj ka thënë, "Oh, zoti Daud." Nëse historia është që ka arritur të sjellë unazën. Domethënë e ka nxjerrur nga burg, kjo është e vetë një gjë që
Edhe personi ka pasur shumë frikë të tregoj, është shumë e çuditshme, e ka dhënë unazën, po shumë e çuditshme nëse besojmë te metafizika tani, mbasi ka ndruar jetë personi që ka bërë unazën, i ka dalur në ëndër shoqes mas 30 sa vjetëve, që ka ardhur te gjyshja ime dhe i ka thënë more, a ka çfarë porosie ka, çfarë amaneti ka nga Dauti se më del në ëndër për ditë. Me gisht tregon të unazën, i thotë gjyshja ime s'u bë merak se ka kryer amanetin. Aq frikishin tregonin që e kanë bërë dhe unazën. Familjarët nuk e mësuan kurrë eksakt as datën e ekzekutimit të Dautelezit, as vendin e ekzekutimit dhe as fjalët e tij të fundit. Në familje kanë bërritur vit pas viti fragmente kujtimesh të njerëzve që kanë patur rastin të mësojnë diçka rreth tij. Vetëm së fundmi kanë marrë vesh se ai është ekzekutuar atë ditë së bashku me 5 të tjerë diku në Krast të Elbasanit, por vendin e sakt nuk e mësuan asnjëherë. Po ashtu, Klodiana thot se e ëma Suzana ndërsa rritej mësonte fragmente nga ajo ditë e humbjes së babait, përmes thënieve të shkëputura nga qytetarët e Elbasanit. Kur e kanë marrë gjyshin për ta pushkatuar atë ditë, siç tregon mami, që të tjerë dilnin në dritare se ka qenë diçka e tmerrshme sigurisht. Dhe dy gjëra dim. E para është që ka lënë amanet tezën time, duke qenë se ka menduar se ajo ngelet krejtësisht jetime, meqense ishte edhe 10 vjeçe dhe e ka përmendur me emër, lutem, ti thoni Kadrias gjyshes time, amanet Lutfien. Edhe tjetra, fëmijët e mi ta mbajnë kokën lart se unë nuk kam bërë asgjë dhe nuk kam pranuar asgjë. Pse u vra Dautelezi dhe çfarë zbulohet në dokumentet gjyqësore rreth arsyeve të vërteta të eliminimit të tij. Momenti i arrestimit dhe sigurisht edhe eliminimi i tij fizik përkojnë me periudhën kur dy udhëheqësit komunist, Tito dhe Hoxha, ishin ende në marrëdhënie të ngushta miqësore dhe aktiviteti patriotik i Dautelezit në Kosovë, si kryebashkiak i Gjilanit në ato vite të vështira të luftës, duket se është edhe epicentra e kësaj hakmarrje komuniste, për të kënaqur kërkesat që vinin nga ish Jugosllavia e Titos. Dautelezi shumë herë ka qenë i rrezikuar për në kryerjen e kësaj detyre. Askush nuk dëshironte, as nga pala bullgare, as nga pala serbe, por as nga palët e tjera që ishin në oponencë me pushtetin e kohës, që ky person të qeveriste në mënyrë të drejtë, sepse siç e thotë edhe vetë prokurori Çeses nuk gjet asnjë provë në lidhje me abuzimin e pushtetit atje. Dhe mbi të gjitha ky person të vepronte lirisht. Ai shumë herë në një nga fotot që më ka dhënë familja e tij për të treguar në studimin tim, ai tregohet i rrethuar nga ushtarak që merreshin me ruajtjen e jetës së tij. Domethënë, ky person po bënte një punë të mirë. Ishte një administrator i Zotit, ishte një nacionalist, ishte një patriot. Po në vitin 1944 ky person do të kthehej në Shqipëri. Një nga dëshmit më të qarta që veprimtaria e Zotit Daud Kamberelezi ka qenë një veprimtari e mirë dhe një veprimtari patriotike është fakti që paria e qytetit të Gjilanit i ka dhënë një artefakt shumë të rëndësishëm Daudit, të trashëguar tashmë nga familja. Një qilim me simbolet kombëtare. Ky qilim është ruajtur me shumë sakrificë nga familja e tij. Të paktën nga dëshmia që më është dhënë nga familjarët. Një përpjekje vllazërore e një familje aty pranë bëri që ai qilim të shpëtonte nga procesi konfiskimit, që është marrë nga Komiteti Ekzekutiv i Peqinit pas vrasjes së tij. Teuta, njëra prej mbesave të Daudit, thot se ky qilim me vlerë të veçantë për ta shpëtoi rastësisht pa u zhdukur gjatë sekuestrimeve dhe sot është një nga 2 reliket e vetme mbetur nga gjyshi
me një vlerë të paçmuar për ta. Kemi një kujtim në familje, një qëllim antik që i është dhënë gjyshit në largim kur është larguar nga Gjelani, një qëllim shumë i bukur Leshi, dhe këtë gjë ja kam premtuar muzeumit dhe do ta rikthejmë në muzeum, sepse e kanë bërë gratë e Gjelanit për ndert, ja kanë bërë gjyshit. Në njërin krah është i lidhur thekët, në anën tjetër, meqense ishte largimi i shpejtë i gjyshit, janë edhe sot e kësaj dite, është vënë vetëm bordura e mbylljes, qëllimit dhe janë thekët e palidhura. Ky qëllim pastaj ka peripeci. 2 gjëra kanë shpëtuar nga gjithë pasuria që kemi trashëguar nga gjyshi. Ky qëllimi i Leshit, ku argati i shtëpisë e ka fshehur në rrogoz, dhe një palto që po ky argati ka thënë ma ka fal Dautit kur kam qenë e kanë parë në banjo të varur mbas derës banjos. Vetëm këto 2 gjëra nga gjithë pasuria që ka patur gjyshi, ose dhe xhaxha i mamit, sepse ajo që ku jetonte gjyshi ishte përbashkët me Xhasulën edhe Halbehia, me motrën e tij. Pas pushkatimit të Dautit, në familjen e Lezi kishte pllakosur zia. Pas marrjes së lajmit fatal, një varg peripecish dhe vuajtjesh i shoqëron të gjithë të afërmit të tij, por, siç duket, peshën më të rëndë do ta kishte bashkëshortja 26 vjeçare e Dautit, Kadria, e cila duhej të rriste e vetme fëmijët e vegjël të Dautit nga martesa e tij e parë dhe po ashtu fëmijët e mitur të tyre, mes të cilëve Suzanën, vetëm 6 muajshe, maman e Klodianës dhe të Utës. Përveç faktit që gjyshi u pushkatua, nëna ime, gjyshi, mami im ka qenë 6 muajshe. Nuk e një farë babain, kuptohet. Gjyshja ime ka qenë shumë e re. Ka qenë rreth 26 vjeçë, më sa thonë. Që lidhi shamin në zezë se kishte 5 fëmijë. Për shkak se gjyshi ka qenë i martuar, kishte vdekur gruaja e parë, siç martoheshin atëherë të rinj. Kishte 3 fëmijë, por më i madhi 4 vjeç, mos ka bëj, mami im 6 muajshe. Gjyshja ime ka pasur pasorat më të mëdha se gjithë. Ajo ka kaluar, më falni ndoshta për terminologjinë, se unë praktikohesht nuk kam studiuar kurrë në Shqipëri, mjekësinë, kështu që ndoshta mungon atë terminologjia saktë. Por ne themi aty një gjendje katatonike që është ngrirë, është paralizuar komplet dhe 3 muaj nuk ka folur. Nuk e di se mund të thonë mjekët tu, por një depresion i thellë, ku ajo nuk ka komunikuar, nuk ka ngrënë, nuk ka lëvizur, është ngrirë komplet në momentin që ka marrë vesh, sepse dhe marrja e lajmit ka qenë shumë e trisht. Përveç kësaj, gjyshja ime, përveç gjitha këtyreve, në fund ka vdekur nga MS ose multiple sclerosis, sklerozë multiplex që më thënë në Shqipë, nga paraliza multiplexe, komplet, dhe më thënë që erdhi gradualisht. Dhe kjo jam pothuajse e bindur që vjen nga një traumë shumë e madhe. Kjo është një smundje autoimune, siç e dim, por e njeh edhe literatura, dhe më thënë shkencërisht po flas, jo me paragjykime, që në rastet shumë të vështira, shumë të stresueshme, njerëzit kanë kaluar edhe janë thinjur brenda natës, ose kanë kaluar në smundje të tilla. Nëna ime vdi shumë e re. Teuta, mbesa tjetër e Dautit, tregon se fati i të gjithëve do të varej tashmë nga kjo ngjarje e rëndë, që si një vulë fatale do të shenjonte jetët e të gjithë pasardhësve të tij. U mor vesh që gjyshi është pushkatuar dhe shtëpia u konfisua gjithçka. Atëherë gjyshja shkon dhe drejtohet edhe një herë dhe pyet ku do të shkoj unë tani, me 3 fëmijët e mi, 2 të burrit, kam dhe kunatin. Shkoni dhe mbytuni shkumbin. Kjo gjë është thënë gjyshës. Atëherë familjen e kanë dëbuar në dushk, me qëllimi që nga dushku po ndërtoheshin kampet e internimit në Tepelen dhe do të kalonin më tutje atje. Por njerëka e gjyshes time, ajo ka bërë, si thuash, aktin final të shkëputjes dhe të daljes nga internimi të familjes, kur ajo drejtohet dhe thot, unë kam ardhur të marr vajzën e burrit edhe fëmijët. Dhe asaj ti thuhet që vajzën e armikut, që burri i saj ka qenë armiku i popullit, unë po ta kisha vajzën time, do ta kisha lënë atje.
por e kam vajzën e burrit dhe më qesh më halla. Kështu që prandaj djen detyrim që unë dua ta marr, ta përkrah. Dhe në një kasol kanë shtëpia dajat, mami më shkritur tek dajat e saj në Lushnjë. Kanë patur shtëpinë e tyre dhe një kasole më pas ku qerpiç me kashte, me balë që i kanë improvizuar, sepse edhe në shtëpi i kanë thënë vjerës mamit, vjerës gjyshes time që përderisa pas ke shtëpi ti kanë futur njerëz të tjerë me qera. Ato janë ngushtuar vetë për t'i krijuar mundësi këtyre, atëherë i kanë nxjerrë në kasollën në obor dhe tregon mami kanë prur kallama, kasht me balë, janë munduar të bëjnë atë ambientin ku hynte kanë jetuar në një fillimisht, por një gjë di që pavarësisht të gjithë peripecive dhe vështirësive si ka mbijetuar familja, e para gjesti i njerëkës që i nxori nga ajo ambienti që do internoshin për në Tepelen, kur kanë qenë në dush të Lushnjës. E dyta, mbështetja e fuqishme që ka patur familja e mamit nga xhaxhai i saj, Suleman Elezi, dhe Daja, djali i madh i Dautit, ku të dy këta, Mustafa Elezi, ku të dy këta ju përkushtuan fëmijëve të tjerë, Dautit dhe Lutfia, Tezja, që janë martuar me vonesë të dy, që të punojmë dhe të rrisim ku Halbehia, motra e gjysh Dautit, i thoshte mos u martoni shpejt, sepse fëmijët e Dautit janë qumësht, janë se po të martoheni do krijoni familjet e juaja dhe do na ngelin, dhe ata janë martuar të mëdhenj të dy. Pengu i varrit të humbur rëndoi për dekada me radh familjen Elezi, si tek bashkëshortja dhe fëmijët e tij, ashtu edhe tek vëllai Sulejmani dhe motra e tij Behia, të cilët derisa mbyllën syt e vajtuan humbjen e tij dhe faktin e rënd të mungesës së varrit. Mami sot për baba njeh Gjasulën, ai nuk jeton, por një gjë e kam parë dhe e kam ndjerë kur ka shprehur edhe kur qante për të vllain e tij, dhe thoshte: atë ditë që të vdes, mos më varrosni në këtë tokë, në këtë vend. Për sa kohë nuk i kam gjetur eshtrat vllait tim, më hidhni në det më hajm peshqit. Edhe Halbehia me Pishmallikun, ku të gjithë për shembull kishim në familje një që lënkonte, që ishte i smur, prite që do vdiste, që do ndronte jetën, dhe Halbehia ka thënë: nuk qaj, nuk mërzitem, se mu ka ik vllai dhe nuk e dim se si ka ikur, si është vrarë, atë pa ngrën, pa pirë, nuk e dim, kështu që ne jemi e presim gjithë, po vdes, po do t'i bëjmë shërbimin, është një diçka që ne e përcjellim, është një njeri që ikën me familjen, pavarësisht se largohet, se vdekja është e zezë, por vdekja e gjyshit tonë që e zezë dhe e errët prej 77 viteve.